Mbi 70% e nxënësve të shkollës së mesme teknologjike Hamdi Bushati në Shkodër janë angazhuar gjatë këtij sezoni turistik në fushën e hoteleri-turizmit sipas nevojave të operatorëve turistik. Rovena Sekniqi, koordinatore e marrëdhënieve me biznesin në këtë shkollë, thotë se angazhimi i tyre shtrihet nga Bregdeti i Velipojës dhe Shëngjinit deri në Alpet Shqiptare, Theth, Kelmen dhe Valbon. Unë mund të them se 70%, mbi 70% e nxënësve janë sot të punësuar edhe janë të angazhuar në sektore të ndryshme turistike. Sekniqi thekson se këtij angazhimi ka paraprirë bashkëpunimi që shkolla ka krijuar me bizneset ku nxënësit gjatë vitit regjistrohen pranë tyre për të zhvilluar praktikën profesionale. Ne kena shumë nxënës të drejtimit hoteleri turizëm, ku kanë zhvilluar praktikat profesionale në bizneset tona partnere në rajon. Mund të flasim edhe për rajonin, jo vetëm për Shkodrën, ku shumica nxënësve, përveç se kanë bërë gjatë vitit shkollor praktikën profesionale, sot janë bashku me stafin e bizneseve ku ato kanë zhvilluar praktikën dhe janë të punësuar gjatë sezonit të verës. Risi këtë vit në këtë shkollë është edhe fakti se jo pak biznesmen të sektorit të turizmit kanë regjistruar pranë saj fëmijët e tyre për t'i arsimuar në degën e hoteleri-turizmit. Shumë nga administratorët e bizneseve ose se mund t'i quajmë shefat e kuzhinës kanë sjellur në shkollën tonë, janë afruar edhe fëmijët e tyre si nxënës të shkollës Hamdi Bushati dhe vazhdojnë punën bashkë me familjet ose me prindërit e tyre për të zhvilluar bizneset që ato kanë ndërmarrë përsipër. Shkolla mesme teknologjike Hamdi Bushati në Shkodër ka të regjistruar rreth 400 nxënës vetëm në degën e hoteleri-turizmit, ndërsa çdo vit diplomohen mesatarisht 130 prej tyre.